Pra 18 prindër nuk luajnë me Greqinë, s'po sot në nëntor ndeshje. Në tetor do të jetë bërë ndeshja, do erdhi kjo ndeshja me Poloninë. Po si ka mundësi që luash një ditë pas Champions League-s? Sepse kjo betejë për të koordinuar kalendarin ka qenë e gjithkohshme, por në asnjë rast nuk gjendej zgjidhje. UEFA bënte ndeshjet e kombëtares, ai tjetri i Champions League-s kishte ndeshjet e veta, kampionati kishte kalendarin me vete. Tani janë gjithat kombinuara, madje po tentohet të shkojë deri në perfeksion për patur praktikisht një muaj dedikuar për ekipet kombëtare, mos bëjnë ta udhëtimet. Dhe Bonjek vjen me avion privat në Tiranë. Bonjek me avion privat. Tani imagjino çfarë interesi kishte ajo vendeshje. Nga Belgjika vjen Tirana im. Nga që lu finale. Po mirë, domthon përveç pjesës atij, po pjesa jonë që ne ishim gjithë me prishje maksimale, stadiumi plot. Ti ke parë në televizor? Unë kam parë në televizor dhe tani kam fiksuar këtë golin e Bonjek. Këtë që thjesht i gjë një shtyllë me Reliosës. Ka bërë shtyllë me Reliosa. Për ishte ndeshje që duke që Polonia ishte më lartë se ne. Dhe realisht kishte një skuadër me shumë përvojë. Pra ndeshjes gjithë gumzhinte gjithë Tirana. Po, as bëj llaf tani ato. Unë nuk kam qenë atë ndeshje, po ndeshje tjera aty ishte kapaciteti ishte 18.000-19.000, po stadiumi ishte 30.000 vëndësh. Ishte në krahët e dikujt apo i ulën në prirjen e dikujt tjetër, kështu që sa vëndesh ishte stadiumi? Stadiumi ka qenë teorikisht 18.000 vëndësh.